Ksamili është një prej qendrave më të rëndësishme turistike në jug të vendit me plazhe mahnitse dhe xhire të shpellave karakteristike. E gjithë qytetat dhe zonat përreth me atraksione të shumta turistike vazhdojnë të tërheqin gjithnjë më shumë vizitor, vendas dhe të huaj. Në shërbim të turizmit është ndërtuar dhe bypassi i Ksamilit, një vepër infrastrukturore që lehtëson lëvizjen në pikun e sezonit turistik për banorët dhe turistët e shumt. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga ky investim i rëndësishëm që përveç lehtësimit të lëvizjes jep vlerë dhe pronës dhe bizneseve të zonës. Rama shpreh se aksi kryesor i Ksamilit është transformuar në një rrugë të bukur urbane për makinat, por dhe për këmbësorët, për të shërbyer më së miri rritjes së përvitshme të turizmit. Rruga kryesore nga hyrja deri te dalja e Ksamilit është 2.2 kilometra e gjatë, ku janë shtruar trotuaret me pllaka, ndriçimi dhe pjesa e gjelbërimit. Krahas rrugës në Ksamil ka vijuar puna dhe për ndërtimin e parkimeve publike, të cilat do të lehtësojnë këtë problematikë të theksuar gjatë kulmit të sezonit turistik.